Të dashur shikues, në vazhdimin e aktiviteteve pra shkencore dhe kulturore që sigurisht promovojnë trashëgimin ton kombëtar, këto ditë po bëhet manifestimi Java e Albanologjisë, një ngjarje që është e rëndësishme e që mbledh studios, historian dhe albanolog nga vendi dhe më gjerë. Për të folur më shumë rreth rëndësisë së kësaj jave, programit e po ashtu edhe kontributit të saj në studimin shqiptare, kemi të ftuar në studion e Mirëmëngjesit Kosovë zotrin Nuridin Ahmeti, që është shefi i degës së historisë në Institutin Albanologjik dhe pjesë e organizimit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Apo na tregoni fillimisht se çfarë përfaqëson java e albanologjisë, e cila nis sot apo jo? Po, sot fillon edicioni 17 me radhë dhe mund të themi se tani më është krijuar një traditë e mirë e ardhjes së albanologëve të ndryshëm nga vendi dhe bota në Prishtinë, konkretisht me ftesë të Institutit Albanologjik, dhe këta albanolog për çdo vit shpalosin të arriturat e tyre në fushën e albanologjisë. Këto të arritura më pastaj botohen nga Instituti Albanologjik dhe vehen në dispozicion të masës së gjerë. Me vetë faktin se një numër i konsiderueshëm i studiuesve janë, domethënë, ju referohen këtyre studimeve, për neve përben një kënaqësi të madhe, sepse sadopak kemi arritur që të kontribuojmë në këtë drejtim në avancimin e albanologjisë në Kosovë, në hapësirën shqiptare, por edhe më gjerë. Sa është e rëndësishme kjo ngjarje për komunitetin shkencor, po ashtu edhe kulturor shqiptar? Mund të themi se ajo që është e mirë në këtë drejtim, sepse përveç kontakteve që krijohen me studiues të ndryshëm, jep një mundësi edhe studiuesve të tjerë, që ndoshta kanë fjalën sidomos studentëve të masterit dhe studentëve të doktoraturës, që ndoshta për arsye të ndryshme nuk kanë mundësi të udhtojnë në vende të ndryshme, ju jepet një mundësi e mirë që ata të vinë të kontaktojnë me studiuesit, të vënë kontakte, përveç kuptohet se ka mundësi tash edhe forma tjera të kontakteve, format digjitale, por ky kontakti drejt për drejt mendoj se e ka efektin e vet, ku ata mund të konsultohen për aspekte të ndryshme dhe për problematika të ndryshme të fushës së albanologjisë. Po pra, është ndryshe. Po pra. E shohim që është një program goxha voluminoz. Janë 5 ditë gjithsej. A mundesh me na tregu se cili është programi si vjet? Sot, siç e tham, sot fillon java albanologjisë, domethënë është sesioni i hapjes dhe gjithashtu startojmë me sesionin e gjuhësisë, ku temë poshtë do ta ketë gjuhësia shqipja në rrethanat e sotme digjitale. Nesër vazhdon sesioni i letërsisë, mandej sesioni i historisë, i folklorit dhe etnologjisë. Secila dek do të bëhet fjalë për përgatitje nivjeçare nga përfundimi i javës së edicionit të 16 të javës së albanologjisë vitin e kaluar. Menjëherë fillojnë shefat e degëve së bashku me bashkëpunëtorët të tyre, fillojnë përgatitjet për edicionet e radhës. Dhe në këtë rast ne ka që një vit që kemi filluar me përgatitjet për javën e 17 të albanologjisë dhe sot është finalizuar, mendoj që është finalizuar me sukses dhe deri në këtë stad kur po flasim, ja kemi arritur qëllimit, sepse kanë konfirmuar pjesëmarrjen mbi 100 studiues në të gjitha këto sesionet, e në mesin e tyre edhe një numër i madh i studiuesve të huaj. Gjithashtu, i është dhënë mundësia edhe studiuesve tjerë për debate që të lidhen online në sesionin e debateve. Besoj se edhe kontributi i tyre do të jetë me vlerë, do të thoja i jashtëzakonshëm. Të gjithë studiuesit do të shpalosin ditëve në vazhdim kumtesat e tyre. Ne duhet t'i bëjmë edhe teleshikuesve me dije se sesionet janë të hapura, zhvillohet në ambientet e Institutit Albanologjik, janë të mirëseardhur, edhe me debate, jo vetëm si
dëgjues, por edhe me debate, sepse ka dhe ndoshta nga ata të interesuar që nuk kanë arritur t'i dërgojnë kumtesat e tyre për arsye të ndryshme, mirë po janë shumë të mirëseardhur që të vinë të dëgjojnë në seancat, në sesionet e ndryshme dhe të kontribuojnë përmes debateve. Instituti Albanologjik, konkretisht deget përkatëse, janë të hapura gjithmonë në këtë drejtim edhe për debatet të tilla. A ka ndonjë fokus të veçantë këtë edicion, sidomos në fushën e historisë? Në fushën e historisë e kemi domethënë historiografia shqiptare përballë historiografisë evropiane. Është një kontribut i jashtëzakonshëm i historiografëve e i historianëve të shquar që gjatë viteve kanë dhënë në drejtimin e historishkrimit të historisë shqiptare dhe mendoj se kontaktet e ndryshme të albanologëve tonë edhe në vitet e kaluara edhe tani kanë bërë që këto studime t'jenë me afërnesh në fazat e ndryshme. Mirë po, ka pasur një ndërprerje për një periudhë të caktuara, siç dihet domethënë, sidomos në vitet e 90-ta, ne dëshirojmë që prapë t'i rivendosim këto kontakte, janë rivendosur, ka domethënë angazhimet e tilla edhe në mënyrë institucionale nga Instituti Albanologjik, mirë po, ne dëshirojmë që dhe përmes konferencave të tilla dhe përmes tematikave të tilla ti intensifikojmë këto kontakte, sepse janë në të mirë të shkencës së albanologjisë. Shumë mirë. E si bëhet përzgjedhja e studiusve? Ne ka muaj që e kemi plasuar platformën tonë në formë digjitale. Në faqen e Institutit Albanologjik, e kemi shpërndar edhe të institucionet si motra me të cilat kemi bashkëpunim, sidomos në institucionet albanologjike në Tiranë, Tetov, Shkup, Shkodër, e të tjera, dhe gjithashtu edhe këto e kanë vendos vegzën në faqet e tyre, zyrtare, dhe kanë aplikuar ko pas kohë studiosit, këshilli organizues e ka bërë përzgjedhjen dhe mbi bazën e kësaj përzgjedhje ne do të kemi ardhur deri në këtë stad ku jemi tash. A është sfiduese një organizim i tillë? Sigurisht ka sfidat e veta çdo organizim, do të thotë për rrethana të ndryshme, mirë po ne jemi munduar gjithmonë të tejkalojmë. Instituti tani më po shkon në 80 vjeçin e ekzistimit të tij dhe gjithmonë si thua janë në rregjë sa i përket kuptimit të sfidave. Ka pasur sfida gjithmonë. Instituti dhe punonësit e tanë ndër vite kanë ditur në formën më të mirë t'ju përballojnë këtyre sfidave. Disin Kosovë përballohen. Edhe në këtë rast, edhe gjenerata jonë do t'i përballojmë në formën më të mirë të mundshme. Çfarë roli luan Instituti Albanologjik në studimet albanologjike sot? Tradita afro 80 vjeçare e ekzistimit të këtij Instituti Albanologjik e ka bërë të vetën. Ne jemi të interesuar që studimet tona mos të mbesin vetëm brenda si thuaç Kosovës, por jashtëzakonisht shumë kemi intensifikuar përpjekjet kohët e fundit edhe me kompani të ndryshme me digitalizimin e materialeve tona, me qëllim që të kenë akses nga shumë vende të botës në studimet tona. Gjithashtu po bëjmë përpjekje që revistat tona të indeksohen edhe në platforma ndërkombëtare dhe ka një kontribut të jashtëzakonshëm të studiusëve tonë, sidomos me pjesëmarrje në konferenca të ndryshme ndërkombëtare në Evropë dhe në botë. E rrjedhimisht edhe studimet e tyre do të përkthehen në gjuhët përkatëse në vendet ku ata shkojnë dhe natyrisht që këto studime citohen dhe lexohen edhe nga studiusët e tjerë dhe jo vetëm nga studiuesit tanë. Ju krijohet një mundësi jashtëzakonisht mirë, po e potencoj edhe një herë studentëve të fushave të albanologjisë, studentëve nga studimet themelore, të mastrit dhe doktoraturës, sepse ata sigurisht se përballen me sfida dhe jo gjithherë kanë mundësi që të shkojnë dhe në vendet e ndryshme për të hulumtuar apo për të kontaktuar profesorë të ndryshëm.
Andaj kjo është një mundësi e mirë dhe unë ju bëj apel edhe përmes këtij vendi ku jem këtu, që studentët t'jenë më të interesuar në këtë drejtim dhe sesionet t'i frekuentojnë në mënyrë masive. Shumë mirë. Ju personalisht a mendoni se studimet tona historike shqiptare po marrin vëmendjen e duhur nga, për shembull, institucionet tona akademike në përgjithësi? E kanë pasur vëmendjen e duhur dhe mendoj se duhet ta kenë vëmendjen e duhur, dhe me vetë faktin se kur i shikojmë edhe studimet ndërkombëtare dhe të autorëve të huaj, janë disa nga emrat që në vazhdimsi citohen, edhe nga ata. Janë disa nga emrat, disa nga studiusit tanë, që ndër vite kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme këtë drejtim, dhe sigurisht se këto kontribute pa hezitim citohen. Ndoshta ndonjëherë edhe në mënyrë kritike, por megjithatë janë qendër të vëmendjes. Besoj se kontakti i shpesht i studiuesve të rinj me qendrat e ndryshme albanologjike, shkencore dhe pedagogjike botërore do ta bëjnë të veten edhe në këtë drejtim. Kur jemi te kërkimet shkencore, cilat mund të konsiderohen ndoshta sfidat më të mëdha që përballet dega e historisë? Fillimisht ka sfida në përkrahjen e ndarjen e fondeve. Do të duhet ndoshta më shumë në këtë drejtim ta kemi vëmendjen institucionale në kuptimin e ndarjes së fondeve, sepse llogarit një studiues i cili planifikon për ta përfunduar projektin e tij, planifikon për ta përfunduar studimin e tij dhe do t'i duhej një qendrim një javor, le të themi, në arkivin e Vjenës. Paramendojë do të çfarë kosto materiale është këtu. Apo ati tjetër në arkivin e Stambollit, apo në arkivin e Vatikanit. Dhe sigurisht se edhe në këtë drejtim ka sfida, mirë po mundohemi ti të kalojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ashtu edhe ne urojmë. Sa ka interesim për shembull nga studiuesit e rinj që të merren me albanologji, por edhe me kërkimet e historisë kombëtare? Dega historisë në vazhdimsi studiuesve të rinj ju ka dhënë hapësirë. Edhe në këtë sesion që zhvillohet, domethënë pas nesër sesioni i historisë, kemi një numër të studiuesve të rinj. Dhe mendoj se kjo është një formë e mirë që si institucion për ju jepet hapësirë. Instituti Albanologjik në vazhdimsi, edhe gjeneratës tonë, kur kemi qenë si student, na i ka hap dyrë gjithmonë. Pavarësisht se s'kemi qenë pjesë e institutit neve me kontratë të rregullt, por na i kanë hap dyrë ish profesorët që kanë punuar aty. Ne po mundohemi që këtë traditë që mendojmë se është traditë e mirë, ta vazhdojmë duke ju hapur rrugë dhe duke ju hapur mundësi studiuesve tjerë të rinj që të marrin pjesë. Mund të them se ata me vetë faktin se kanë interesim për të aplikuar dhe ata marrin pjesë dhe ata janë të interesuar gjithmonë me ne të konsultohen për literaturë dhe të konsultohen për dokumentacione të ndryshme që një temë e caktuar të cilën ata do ta referojnë të delë sa më mirë, kjo tregon dhe flet shumë për interesimin e tyre. A mendoni se kjo javë, për shembull, do të mund të sjellë bashkëpunime të reja ndërmjet institucioneve të ngjashme që janë nga rajoni dhe Evropa? Gjithsesi. Sepse ky është njëri prej qëllimeve të organizimit të këtij edicioni, edhe të edicioneve tjera, sepse kontaktet e tilla vetëm për çdo vit sa vinë dhe shtohen. Dhe neve me vetë faktin se për çdo vit që mbajmë dhe të organizimet e tilla, numri i studiuesve vjen duke u rritur, ka një interesim të jashtëzakonshëm dhe mandej pas përfundimit të këtyre edicioneve kemi kontakte të shpeshta me studiuesit, e neve këto kontakte zakonisht i shfrytëzojmë edhe në një formë tjetër, duke i ftuar studiuesit e huaj që të mbajnë në një ligjëratë të caktuar në Institut Albanologjik. Pra, është edicion, si thuaç, është organizim i posaçëm i këtij institucioni që fton studiues të huaj dhe ata mbajnë nga një ligjëratë të cilët më pastaj ato ligjërata
incizohen dhe studiusve të interesurave tjerë të cilët nuk kanë pasur mundësi që të prezentojnë në ato ligjërata, ju plasojmë në rrjetet sociale që të mund të kenë akses edhe ata. E cilat mund të ndoshta të konsiderohen disa nga zbulimet apo trajtesat më interesante që pritën të diskutohen? Besoj se dega e gjusisë, të gjitha deget e kanë këtë synim dhe në secilën deg do të gjejnë shkumtesa të tilla që do të ketë prurje me interes. Le të themi, sot fillon sesioni i degës së gjusisë, shqipja në rrethonat e sotme digjitale. Po. Në kohën me të cilën neve po jetojmë dhe në këtë përdorim dëbujshëm të teknologjisë, do të jetë jashtëzakonisht me interes dhe studiusit edhe të rinj, edhe ata të moshave, domethënë me të vjetra, do të japin kontributet e tyre. Do të jetë interesant se qysh një studius i ri e sheh përdorimin në këndën e një studiusi, përdorimin e rrjeteve sociale dhe mjeteve digjitale, por njëkohësisht është me interes edhe si një studius i vjetër, do të thoja i moshës 70 vjeçare, me kontributin e tij si e shef këtë formë të përdorimit. Mos të flasim edhe për të tjerat, do të thotë për shembull si antropologjia e ushqimit në kontekstin shqiptar. Është një temë jashtëzakonisht mendoj me interes ku do të trajtohet në sesionin e etnologjisë dhe studiusit të shohim se cili është veshtrimi i studiusve të huaj, sepse në këtë sesion ka një numër të madh të studiusve të huaj që janë paraqitur me kumtesa. Është interesante. Qysh ata shohin domethënë pjesën e kulinarisë të shqiptarëve. E dojnë shumë duket, ju pëlqen. E tash do të mbetet me shikuar, sepse sigurisht në aspektin e shijimit ata kanë arritur domethënë ndoshta kohë pas kohë të vinë dhe ta shijojnë ushqimin të shqiptarët, mirë po ta shohim edhe në trajtimin akademik si ata e shohin. Sa ndikojnë organizimet të tilla në ruajtjen dhe sigurisht në ruajtjen e identitetit shqiptar dhe kulturor? Do thotë, kur flasim për gjanat e tilla, kujtojmë gjanat e tilla, edhe gjeneratat e brezet e rinj, do thotë mësojnë edhe mundohen me vlerësu më tepër, apo jo? Është një pasuri, unë do ta vlerësoja se këto organizime janë pasuri e jashtëzakonshme. Edhe për një fakt tjetër, sepse këto punime ne nuk i lëm vetëm si punime, si trajtime që sot do të vinë edhe në ditët në vazhdim tër javën, do të vinë ti shpalosin studiusit e huaj dhe këtu përfundon. Për Institutin Albanologjik nuk përfundon. Këtu do shërbejnë më gjatë. Pra, kjo javë do të jetë javë e paraqitjeve, ndërsa pas kalimit të kësaj jave, ne intensivisht punojmë me studiusit të cilët kanë marrë pjesë, që kumtesat e tyre ti përfundojnë, ti plotësojnë në një formë të tyre dhe ato ti sjellin për botim në Institutin Albanologjik. Tashmë 16 edicionet e kaluara janë botuar dhe ato janë në dispozicion të gjithë të interesorëve. Dhe ky edicion i javës, domethënë edicioni i 17, punimet e të cilëve sot do të prezantohen dhe në ditët në vazhdim, neve i presim në muajt në vazhdim që të na dërgojnë kumtesat përfundimtare, do të thotë versionet për botime, brenda një standardit që ne kemi vendosur si institucion, ato botohen dhe do të mbesin një trashëgimi e jashtëzakonshme për gjeneratat e ardhshme, edhe të sotme, edhe të ardhshme. Shumë mirë. Ne ju urojmë shumë suksese, urojmë që java të shkojë mbar e mirë, edhe që gjithë ata studius që janë të huaj vërtet tiken nga këtu me përshtypje shumë të mira. Faleminderit, po shpresoj. Besoj që nuk është hera e parë për ta, ndoshta për disa mund të jetë, por shumica kthehen apo jo? Me vetë faktin që ata kanë interesim të vazhdueshëm për të paraqitur në organizimet tona, kjo tregon se instituti ka një kujdes të jashtëzakonshëm ndaj atyre të cilët i ftan. Faleminderit edhe një herë. Me ndershofsh.